Një atmosferë e ngrohtë, feste dhe gëzimi kanë bizotruar sot në kopshtin numër 2 të qytetit, ku vogëlushët janë surprizuar me dhurata të veçanta të sjellura nga klubi rotarian Korça West. Fëmijët kanë përjetuar momente të bukura gjatë një aktiviteti festiv të shoqëruar me koncert, këngë, valle dhe buzëqeshje, duke e kthyer këtë ditë në një kujtim të paharruar për ta. Kulmi i aktivitetit ka qenë shpërndarja e dhuratave, të cilat janë pritur me entuziazëm dhe emocion nga vogëlushët. Përfaqësuesit e institucionit edukativ kanë shprehur falënderime të veçanta për klubin rotarian Korça West për gjestin human dhe kontributin e vazhdueshëm në mbështetje të fëmijëve, duke theksuar rëndësinë e iniciativave të tilla që sillin gëzim dhe solidaritet në komunitet. Me rastin e festave të fund vitit, një dhuratë shumë e bukur që erdhi për kopshtin tonë ishte dhurata për fëmijët e marrë nga Rotary Club Korça West. Jemi shumë falenderuese dhe shumë mirënjohëse për bashkëpunimin që patëm në këto ditë festash. Është kaq bukur që të marrësh dhurata dhe jam tej mase mirënjohëse dhe tej mase falenderuese. Faleminderit me zemër që u ktheni buzëqeshje fëmijëve. Ky aktivitet konfirmon edhe një herë vlerat e humanizmit dhe përkujdesjes sociale që përcjell klubi Korça West në qytetin e Korçës, duke vendosur në qendër fëmijët dhe buzëqeshjen e tyre.